Ju jeni duke ndjekur emisionin Top Fare që ju shoqëron çdo të hënë këtu në valët e Top Albania Radios edhe kanalin 10 në digital. Ndërkohë tani është momenti ku regjisorët mbar botror vën duart në kokë. Rubrika mos më bëj filma mu. E thonë s'kam punë me ta. Patjetër. Tani do fillojmë dhe do luftojmë pak në pamundësitë një shpatë, unë do luftoj me fyell sot. Okej, lufto bie. Kështu që ti je general fyell joni. Po. Me që një general gramafoni e kishim, fillojmë me fyellin. Spartans, cili është profesioni juaj? Të komentojmë. Keq fare të zihemi o të ofendojmë. Jo. Me ata të luftojmë. O, më falë se nga trova rolin, më falë për sa. I falur je. Çfarë mesazhi ke sjell? Zgjohem në mëngjes me afshin tënd, era gojës tënde po më çmend. O boss, mbaroj bigu, lene mirin, mesazh thash. Aha, ema çfarë ka bë ky bigu er burr? Ngela tu ndru rolin, mesazh nuk kam sjell, po kam komente sa duash. Spartan, sot nuk përballemi me një armik të zakonshëm. Sot përballemi me armikun më të rrezikshëm, me komentuesit. Do të shkojmë der më der, shtëpi më shtëpi, divan më divan e krevat më krevat. Aha, le. Nuk stop, nuk e bëj më. Ore lere Big Brother, lene krevatin, jo më me mirin thash. Vallaj, ditë zeza kanë me ardhur për ju. Ore ngatrove rolin prapti? Jo pra, do luftoj me komentuesit pra se më bëre teq syze dhe rolin. Po pra, po. Shumë mirë. Ma ata po ata nuk dalin për të luftuar kështu me ne si ti me fyll. Ata luftojnë në shtëpi, nga divani, nga krevati, nga bideja e banjos. Ulen aty dhe lirohen, pa lirohen mirë ama. Do me thënë punë nejse. Spartans, this is TikToku. This is Facebooku. This is YouTube. This is Instagram. This is a miracle of freedom. Ngele tu nga tru rolin. Më falë burr, mirë. Se miku dhe rima tani. Do i godasim keq fare sa të thonë u mami. E tunde mor Leonida, tunde të dalë nami në katunde. Është hera e fundit. Hele të thote e gjithë Athina, tunde si që tunde nidha. Është hera e fundit. O Kristi. Qa di ti për Leonidën? Se për Selinën e di ti, për Leonidën e di unë. Unë e shpika Leonidën. Po. Pa tjetë. Spartans, prepare for the glory. Hape laptopin aty e kontrolloj herë. Sa janë komentuesit. Prove, asë shef që laptopin e kam haponejse. Janë shumë. Ska gjë se ne jemi shumë e më shumë. Jemi 300. O Nidha! Këta 300 i ke për 10 minuta në i video që shfaqet të Rogerti, o migo. Shqiptari i shkret gjithë ditën telefon. Ka që në Terezie ka sa veç dhije komenton. Imagjino sa do bëjmë kur të mbarojmë në këtë bisedën. Pun nga kanë këta? Pun nga shtëpia burr part time. Aty edhe punojnë edhe luftojnë? Po. Oh, Spartans. E shikoni pra. Shumë se vëlla se një jam. Ku i ke 299 tjerë? Ku të metën shokët. Spartans, e shikoni që po përballemi me armikun më të rrezikshëm që pas Covidit. Kjo luftë do zgjasi më shumë se Rusi-Ukrainë. Faqet e topit ku flitet për Big Brother kanë frikë përmendim diçka nga Bigu se direkt fillojnë në anazien fansat më Juli. Pikërisht kanë filluar vërshojnë komentet lum çdo postim ku përmendet Big Brotheri, po bombardohet. Më qafsh, mos e përmend atë fjalën bomb se po na futën e po na shajnë dhe neve mbare prap. Why? Pse? Se mendoj se mos është Rogerti pra, bomba is here. Ku Spartans? Ju nise po na godasin. Çore. Se nuk ka bomb këtu, o ti Juli. Bomba is here thotë Rogerti. Edhe kaq mjafton që ne të marrim gjithë telefonat dhe bam në për komente. Yeah baby, Allah ja Selina, Allah ja Khalifa. Po tani që mbaroi Big Brotheri, ç'a do komentojnë këta? Big Brother e ka marru, po komentet janë vu. Ku shkojnë ata, shkojnë dhe komentuesit. Se nuk luftoj më. Do t'a lej edhe fyllin, se këtu së rijet më, do igi. Sire, po luftën e lën mese? Po qatë luftoj, ata s'kan armë. Aha, ata kanë armën më të rrezikshme, tastierën dhe internetin. More vesh apo jo? Na falni, regjizori i filmit 300, të kërkojmë shumë ndjes. Ose të 300. Po jo ata që thot Cako, tjerë. Ligjit të 300. Duhet ta marrim Alfred Cako. Do ishte shumë e bukur. A vini? Duhet ta marrim.
pse mos ta marrim nga rrethi katror ta sjellëm duhet rreth ynë, që është rrethor me vërtet. Ë? Shumë e bukur. Kjo pra ishte ajo rubrika Mos mbëj filma mu. Me komentuesit ne i kemi punët vaj, por kjo gjë tani do të shkasi kollaj. Është se mendon se bën vetëm ti rima ore. Edhe me kitare. Po normale re. Çfarë na diti? Çfarë diti për çullat e top fare? O sa bukur. Ndërkohë tani ka ngelur dhe pjesa e fundit e pjesës së parë. Po. Do të thonë ju do pas pak do vi Ervin Nikolla për t'ju dhënë flesh informativ të orës 7, po serioz, por këto lajme që i themi ne, jo se nuk i thot Vini, por nuk i thot në këtë mënyrë. Nuk do t'i thot se detyra e tij është i thot në formë tjetër, serioze. Sa i dua sytë e saj. Okej, hajde na. DJ Vini, shkojmë me bazë. Kanye West në Shqipëri e ka pas ëndër tha të këndoja në Taraca me depozita ujë rreth e rrotull. Bravo i qoftë Kanye Westit, bravo. Egjipti, trendi i ri, vipat shqiptar pushtojnë piramidat e Gizës. Nuk është pushtim, është thjesht kthim te pronat e paraardhësve, sepse i pari që krijoi Egjiptin modern që quhet tani ishte shqiptar, Muhamet Ali Pasha. Që ta dini, jo e kam me vërtet. E di Vini? Nuk e di. Po shumë më vonë kjo mërgolek. Pse? Po flas për piramidat. Po mirë më burr. Apo çrëndsi ka. Ai e di pse ishte shqiptar Yuli? Ka vjedh gur nga piramida për të ndërtuar vilën e vet. I këmëtoja e pakta. Po i këmëtoja, nuk e di se si quhet i këmëtoja në Egjipt. George Clooney tërhiqet nga aktrimi për t'u përkushtuar projekteve personale dhe filantropisë. Edhe këtu të ne tërhiqen shumë nga aktrimi, po se bën njëri i lajm. Nga që këtu tërhiqet se s'ka lekëre, jo se duan të merren me projekte personale, o Juli. Qartë. E pra. Një burr në Indi zhvarrosi skeletin e motrës së tij të ndjerë dhe e çoi në bank vetëm që të provonte që ajo kishte ndruar jetë dhe ai të tërhiqte parat nga llogaria e saj. Kësaj i thon ta nxjerrësh lekun nga dheu. Jo, kësaj i thon u çova pivori. Kësaj i thon u të medër shokët. Qeshim. Mashtruesit bëhen më të sofistikuar, përdorin lidhje romantike online. BBC, si biznesmeni turk i mori 80.000 pound gruas britanike. Kështu që, por të gjithë ju që i keni shkruar një 10 herë fiksimit ç'kemi bukuroshe si e yll e tjerë dhe papritur ju kthen përgjigje, mos mendoni se po u avar. E ka halli diku tjetër. Si ka mundësi më turqit posta ashtu i çik nuk quhen turqë. Po si futen punës. Një maj, veshët me dorë mos i mbaj. Në Shqipëri mes një dite feste dhe protestave të vakta, me pak fjalë ditë pushimi. Ashtu ishte, apo si ra e premte. Fikset, hënave ka protesta, ja premte. Kuga. Bizneset shqiptare po marrin punëtor të huaj, rreth 1.000 euro kosto për kokë. Si po i llogarisi këta si me qenë bakti, 1.000 euro për kokë. Kara çmimi, kara. Urno? Kara çmimi. Po, ashtu më ndodh. O Vino, si e me zemër në dorë aty kur ta fusë atë pirim. Po ti më shto më ujë shto mjellë, se ja bërë punë më vështirë aty. Si ishte lajmi jo. Pas italianëve, amerikanëve dhe britanikëve, Shqipëria, s'është Barsalet, kjo është Shqipëria synon të josh edhe pensionistët e shteteve të tjera. Kur tham që ne jemi popull i vjetër, se kishim të kuptimore, ç'na duhen pensionistët e botës, po mbajnë tanët, merrni tjera. Deklarata e fortë e Vučić, më thoshin se nëna trahtoi baban me një shqiptar, prandaj 3 pika thot lajmi ti ta klikosh domethënë. Po nëse klikum. Nëse këto janë muhabete familjare, ne nuk futemi në shtëpinë e tjetrit, bëni çfarë doni, hallet e juaja. Po, patjetër. Futet shqiptari, jo. Po. Vazhdojnë përplasjet e Donald Trump me papën. E gjitha nisi nga një postim ku Trump zëvendëson Krishtin me veten e tij. I bëjmë thirrje, ujin mos ta kthejmë në verë, por në naftë. Aman të keqen na e bë këtë nder, o Mr. President. Dhjam nga të vdekurit për të zmadhuar gjoksin e vithet. Trendi i ri në Shtetet e Bashkuara që po shkakton reagime. Imagjino në shtrata, ti pret lëvizin ai çik gjoksi, gjoksi vdek. Mirë gjoksi me ta bash për vithet, pse lëviz ke kam vdek. Ti ju hiç ato. Po. Këto pra ishin ato çfarë ne kishim përcjellur për sa i përket rubrikës së rreth botës për 5 minuta dhe jo më shumë. Citojmë edhe një herë burimin i sigurt të informacionit është pjesa e parë, pjesa e dytë është imagjinata e shfrenuar e dy moderatore këtu në studio. Por për lajme më të mira dhe më serioze.